uljes të arsimit duke marrë parasysh që, po them, jepet rëndësia e njëjtë matematikës apo lëndëve të tjera që... Realisht integrimi i teknologjisë duhet më bënë gjitha lëndë simore. E përdorin disa pjesë, por një shumicë e madhe jo. Po besoj që lënda e kodimit në të ardhmen duhet patjetër me qenë lëndë obligative, jo lëndë zëdhore. Për shkak që tregu i punës e thash e ceka disa herë është shumë i rëndësishëm, mirë po edhe vetë, domethënë, zhvillimi i arsimit është duke u digitalizuar në përgjithësi, domethënë po bazohet në digitalizim, kështu që është e domosdoshme për aplikimi i kësaj lënde. Po, dhe si qëndron Kosova, Besart, në këtë aspekt, nëse flasim për çështjen e digitalizimit, nëse flasim për njohuritë që kemi në fushën e teknologjisë, në rajon si është Kosovën? Po besoj që jemi shumë mirë, nuk është keq, duhet një vëmendje pak më e madhe institucionale, edhe në nivel qendror dhe në nivel lokal, për investime më të mëdha, sidomos në aspektin e sigurisë kibernetike. Mirë, po besoj që jemi shumë mirë, nuk nëse vazhdojnë kështu edhe me një përqendrim pak më të madh, besoj që do të jena edhe më mirë se sa rajoni. Po edhe për fund që Besart, çat ka motivu ndoshta ty për me personalisht me u marrë me teknologjitë, me vazhdu dhe që ke pasit arsyeshme edhe për fëmijët, sepse ne njohim edhe ka pasur edhe trajnues të ndryshëm, po që nuk e kanë marrë këtë iniciativë që të paktën fëmijët i vëdisojnë për to. Realisht kur i kam kërku shtëpisë botuese mazgjia librit me bashkëpunu, më tha për i klasës parë ditë nëntër, mu dukt pak e tepërt, po thash të provoj në një herë, mirë, po kur fillova me punu, filloj me më pëlqy goxha shumë edhe nuk e ndërpreva disa përfundova këtë farë pune, ka qenë mungesë shumë e madhe në të kalumen, edhe normalisht besoj që do t'jetë një mundësi e mirë për fëmijët.